Tamam, këto janë përdorur si instrumenta, qoftë njëra feja tjetër, janë përdorur nga fuqitë sunduese si instrumenta, ndoshta për të arritur qëllime të tjera. Gjithmonë qëllimi final ka qenë territori, marrja e territorit, masakrimi ose tjetërsimi i popullsive vendasje, edhe kjo ka qenë. Po për çudi po vazhdo edhe në ditët tona, domethënë me atë mënyrën silencioze, me atë mënyrën e heshtur, ta quajmë një genocid modern, në thonjza i nderuar zoti Ismet, që po ndodh, se morëm shkas dhe nga ajo projekt ligji i aprovuar në Kongresin Amerikan, gjithmonë e kemi diskutuar në shumë emisionet tona këtë proces që po ndodh me shqiptarët, me të drejtat e shqiptarëve. Kur vetë shqiptarëve ne na kërkojnë nënën e baban o zoti Gure të nderuar miq, për të drejtat e minoritarëve, për të drejtat në Shqipëri, për të drejtat në Kosovë, 9 minoritete kemi aprovuar. Dhe ne, se kjo tregon dhe supremacie, kjo tregon fisnikrinë e kombit shqiptar. Ne i trajtojmë të gjithë, kemi, siç e tha dhe zoti Ismet, kemi legjislacionin nga më të përparuarit në Europë dhe në botë. Për mbrojtjen e pakicave, ne i trajtojmë tamam, po janë njerëz, janë njerëz njësoj si ne, pa diskutim. Kurse atje për ndiqen, pasivizohen, do të thënë largohen, do të thënë në fillim me armë, në 90-ën, para pak dekadash, dhe kurse tani largohen me laps. Kam dhe një pyetje tjetër, profesor. A ishte e mundur që si shqiptarët e pazarit të ri, Sanxhak, pazari i ri, ashtu dhe ata të Luginës Preshevës, në vitin 90, mbasi u shpërbë ajo që quhet Jugosllavi, si që qëndruan në një shtet të veçantë, Kroacia, Slovenia, Bosnia, a ishte mundur që këto dy krajina, zona të mëdha shqiptarësh, të bashkangjiteshin Kosovës, pavarësisht se akoma ishte Republikë Kosova. Ishte mundur atë të bëheshin bashkë në një? Në vitin 90. Kjo zvare ndoshta vetëm nga ne. Jo, nuk e dim. Shikoni, unë jam i kom përjetu ato, unë në Sanxhak shkoj nga viti 1983 dhe e di që ishën transformu ata nga muslimanët, po e quj komësis muslimane, kombit musliman, në kur ka orë demokracia dhe kalu në kombin gjithë boshnjak. Dhe ju them sinqerisht që deri në vitet 90-ta, deri në vitin 1990, ato lëvizjet kur janë formu partit, sistemi shumë partijak, janë kriju do lëvizje, themi ashtu. Si lëvizje ma madhe të boshnjakët të muslimanët ka qenë Partia Aksionit Demokratik, që ka udhëheqë, që ka themelu ish kryetari Bosnjës dhe Hercegovinës, Alija Izetbegović, një ideolog i shquar, dhe në Kosovë, Lidhja Demokratike, këto kanë qenë dy lëvizje të fuqishme në Maqedoni, në Kosovë, në Lugin, në Sanxhak dhe në Bosnë. Dhe këto dy partit mëdha, dy lëvizje popullore kanë në mbajtë referendume në vitin 1990. Po. Edhe Kosova, edhe Sanxhaku, edhe shqiptarët e Luginës kanë njëjtën kohë në Sanxhak dhe në Lugin është mbajtur referendumi gjithë popullor, ku dalë masovikisht. Dhe po flas tash për Sanxhakun, ju them sinqerisht, shumë mirë e kom lexuar dhe e kom përpunuar atë se si ka shku puna referendumit, edhe ata kanë shprehur dëshirën që sikurse ne në deklaratën e dy korrikut që kemi pas, u shpall Kosova njësi e barabartë federale në federatën dhe konfederatën Jugosllavës, si do që do të ndërtohet shteti i Jugosllavisë. Do me thënë, ata në Sanxhak kanë pas referendumin, populli i Sanxhakut do t'i bashkohet cilës do republik në rast të shpartallimit të Jugosllavisë. Cilës do republik. Do me thënë, kanë aludu
vetë faktja se atëherë nuk i kanë thonë do t'i bashkohet Bosnjës dhe Hercegovinës, por në referendum deciditivisht shkruan thuhet që ti bashkohet cilës, nëse shpartallohet Jugoslavia, ti bashkohet cilës do republikë të dalur nga Jugoslavia. Domethënë kanë aludu edhe në Republikën e Kosovës. Kosova ka qenë e shpallur deklarata kushtetuese, ka qenë e shpallur edhe kushtetuta e Republika e Kosovës. Domethënë ne kemi qenë të shpallur si republikë kur janë mbajtur ato dy referendume. Edhe referendumi në Lugin ka të njëjtin kuptim. Miu bashkangjitë Republikës Kosovës nëse Jugoslavia shpartallohet, nëse nuk mbetet, nuk ekziston shteti Jugosllav. Domethënë këtu janë momentet kthese, por çka ka ndodhur pastaj? Ju e dini edhe na e dim gjithë që gjendjen më të vështirë, edhe pse të tjerët kaluan ndoshta edhe ma keq se na bosnjakët, por ne fal politikës së urtë të Ibrahim Rogovës ne shpëtuam të parët nga lufta, sepse ne kemi pas mu përdor të parët. Domethënë qëllimi i gjithë ka qenë edhe kanë shpresuar që shqiptarët do të futen në luftë me Serbinë, mandej gjithë do ta kenë më lehtë. Por ne shpëtuam mas lehti, nëse mund të themi ashtu, jo më se të tjerët, por më lehtë se bosnjakët si gjithsesi, sepse mbetëm të fundit që luftuam kundër Serbisë dhe bota e pa që ne kemi qenë ata të cilët kemi ditë më së miri ta presmi, kemi qenë shumë të durueshëm dhe natyrisht që kemi shpëtuar ma mirë se sa që sikurse kishmi fut të parët në luftë. Ata e ka dashur edhe Serbia, por e kanë dashur edhe të tjerët, mos harroni. Pra, shqiptarët e Sanxhakut, Pazari i Ri, preferuan të qëndronin jashtë kësaj Kosove që u formua në formën autonomie, apo preferuan të... Ta donin të bashkangjiteshin secilës republikë. Ta kishi qartë. Unë po flas zyrtarisht ç'ish është. Në referendum ka qenë qëndrimi që populli i Sanxhakut, tash jo shqiptare, bosnjake, sërbë, çka diune, por populli i Sanxhakut ka shprehur gatishmërinë që dëshirën që nëse shpartallohet Jugoslavia, siç është shpartallu Sanxhaku në referendum, e ka të drejtën me referendum të bashkimit cilës do republikë. Po, a u bë referendumi? U bë referendumi dhe kë zgjodhën, qofse u bë? Është bë referendumi, por nuk... Edhe kë zgjodhën? Zgjodhën të bashkoheshin me atë Republikë Autonome të Kosovës apo me Bosnjën besoj? Po shiko, atëherë ka kërcit lufta, ne s'kemi qenë gjendje në atë kohë. Kemi qenë pozitë shumë të vështirë. Edhe ngelem vete? Po normal, neve nuk na ka konvenu që ta kemi edhe një problem më të madh, por ata gjithsesi dëshirën e kanë shprehë, thash pa aludu as në Bosnë, as me Serbinë, as me Malinezi, as me Kosovën. Thjesht kanë pas në referendum ka qenë pyetja që, domethënë deklarimit që ti bashkohen cilës do republikë. Si rezultoi referendumi, profesor? Si rezultoi referendumi? Kush cila ishte? Unë e veç mendova që po në kuptohet që 98% janë deklaruar për një gjë të tillë, domethënë për një bashkëpunë të një republike tjetër. Cilës dhe republikë. Por rjedha që kanë shku kërset lufta në Bosnë dhe... Po pse nuk u bashkuan Kosovës, se Kosovë nuk ishte luftë me Serbinë? Pse si u bashkuan Kosovës? Edhe Presheva dhe Pazari i Ri, Sanxhak. Po pse se s'kan qenë përgatitur askush. Okej, dakor, aty është Shqipëria. Ndërkohë nuk ishte republika komandose. Po jo, autonome. Vullnetarisht ata kanë shprehur dëshirën, edhe Lugina me u bashku Kosovës, e që u munduan mandej me luftë pasi përfundoi lufta në Kosovë, në vitin 2000, provuan edhe në Maqedoni por arritën marrëveshje që të mbeten në Maqedoni, t'i bashkohen. Po sepse në një... Profesor, sepse thuhet, jo rallëherë, thuhet që si Presheva dhe Sanxhaku Pazari i Ri e pati rastin historik që ti ishe bashkë si popull shqiptar me atë, ashtu si ishe Kosova me i perspektivë
më të qartë, e si s'ndodhi me Kosovën, me perspektive në vitet 90, autonomi brenda shtetit matë serb. Më ndalë mirë me analizu, në për ta thënë një detaj. Në vitin 1990, kur ne e humbëm televizionin, u mbyllën shkollat, u mbyllën gjitha institucionet, nga Shqipëria mbushnin anijet me njerëz duke ikur nga Shqipënia. Na qanin për shqiptarët që e lëshonin vendin atë kohë. Po. Tash keni parasysh, sikur Shqipëria t'ishte sikur se sot që është në NATO, a kishte me ndodhë? Po, e qartë. Qysh kishte mos zhvillu situata sot në Maltezi, në Kosovë, në Loginë, në Maqedoni, në Serbinë, në Sanxhak. Ne qanin të se për atë që ndodhë... Jo, të po ta them shpirtnisht. Jo, e kuptoj, lërë të vlerësoj, e kuptoj. Edhe një pyetje tjetër. Juve jeni dëshmitarë se si një muaj përpara ne sollëm 1000 libra, që ja tham në fillim të emisionit, dhe do sjellëm edhe 2000 të tjera. Pse është aq e vështirë futja e titujve të librave shqip, qofshin sidomos kur janë historik? Sepse na pyeti ambasada e Beogradit në Tiranë, çfarë libra janë, titujt e tyre, a ka libra historik, a ka libra elementar të abetareve? Pra, pse është e vështirë kjo ti? Libri, ditori, dije, port, e madhe për të njëjtë natyrë. Pse është e vështirë kjo? Edhe ne ju dini që ne kemi lënë 1000 copë në pej, e do sjellë 2000 të tjera me fatin ose mendimin e Zotit, mase i çojmë deri në Pazar të Ri apo deri në Bujanovsk. Po sepse këto janë libra që tregojnë të vërtetën, Zoti Guri, kurse... Atëherë si e mendon? Unë thash ata gjithmonë për çfarë do hezitojnë, sepse e dinë që çka do që të bëhet në mënyrë demokratike, njerëzore, ligjore në Evropë edhe në gadishtën ballkanik, edhe në Serbi, edhe në Bosnë, edhe në Kroaci, edhe në Kosovë, edhe në Maltezi, edhe në Maqedoni, më së paku i konvenon serb. Unë e di që edhe matematika si libër ju ka pengu. Unë kom pas vetë rast me më thonë polici, çka është kjo libër e matematikës? Çka mund t'jetë përveç se matematikës? Po. Kështu i kom përgjigj. Çfarë libre mund t'jetë përveç se matematikë? Matematika është matematikë. Po. Çfarë them? Çdo gjë që bëhet në mënyrë të organizuar, ata e kanë frikën. Po. E kuptova. Unë kom qenë para një muaj në Zvicër, asnjë autobus që shkon nëpër Serbi s'ka qenë i gatshëm 20 copa libra me morë me transportu për Zvicër. Domethënë mundesh me bëj gjithçka, po ish libra jo se ju pengojnë. Po, e kuptova. Po kjo neve do të më na stimulu që të bëjmë libra. Dhe nëse s'mundim me kamiona me bajt libra, me çanta mundim me bajt libra, sepse nuk ka mundësi dikush me ta ndalu ku çka janë këto 10 libra, ku piçon këto 10 libra, por ne nuk dim fort më organizu, vrejtojmë, jem përtac, sepse unë deri tash në Sanxhak sigurisht kom transportu përmi 2000 libra, por kur ma shumë se 20 libra në vetur si kom pas. Edhe pse formalisht e hapin veturën time, se e din që nuk jam tregtar, mund të ketë ndonjë libër, por kur s'mi kanë numru sa janë. Unë edhe kthej libra dhe bajnë vetur nga 20-30 copa, kur si eki për veturës, mi bind ata që libri është libër edhe nuk duhet me kemi sinqert në kufi, nëse paketohen, atëherë ata e bojnë problem, por nëse i ki 10-15 libra, nuk është bashkë që të ndalojnë edhe kërkojnë mi pa çfarë libra janë. Unë libër për Sanxhakun, për herë parë, për një histori të kompletuar të Sanxhakut dhe të një personaliteti shqiptar që ende nuk është i amnestuar, domethënë ende nuk është rehabilituar, të gjithë kriminalet në Serbi janë rehabilituar të luftës dytë botërore, Aqif Blyta me prejora nga Gjakova që është ekzekutuar me 21 janar vitin 1945 si kriminal
edhe si tradhtar i shtetit, si bashkëpunëtori i nacizmit është denu, unë kom shtru libër dhe kom botu në Serbi. Edhe është printu në Serbi. Në më thonë është botu si është Këshilli Kombëtar Bosnjak, është një fondacion Haxhet, me emrin ku supozohet se janë 2000 shqiptarë, qytetarë të vrarë në atë pjesë të qytetit, Haxhet, e ka financu, është botus, unë jam autori i librit në gjuhën bosnjake, është botu në Serbi, është në bibliotekat të Serbisë, edhe nuk do të me bosh shumë më problematike këtë, por një po ja them. Nëse po diçka të organizume, ata i pengon dhe munduan me gjetë pretekst mos me qenë, mos më transmutu, mos me qenë mënyrë të organizume me 1.000-2.000 libra. Ate, mund të bëj një konkluzion, profesor? Mund të bëj një konkluzion për këtë rast? Që si ka mundësi që ky populli shqiptar, që ka 4 besime, një kombë, një shtet, dhe nuk ka patur frikë, ka 9 minoritete, që për mua s'ka si të ketë minoritet Shqipëria, nuk ka si të ketë minoritet, por e gjithsesi, me 9 të azëm kemi, aj se quhen minoritet grek, minoritet serb, malazez, bulgar, macedonas, e tjerë. Si ka mundësi që neve nuk i bëjmë këto bariera për të ardhur, jo vetëm libra, sistemi gjanë, libra greqisht, libra serbisht që vinë, qofse duan, jo qofse duan, për qofse kanë kërkuar dhe me siguri që i kanë marrë, ajo që quhet një mikrokomunitet serb, malazes, maqedons. Edhe ne si kemi ndaluar, kur? Bile kemi qenë të gatshëm që të hapen dhe shkolla, edhe bile edhe shumë gjymerë shqiptarët, shumë altruist, shumë shpirt gjerë, shpirt artist, do thoshe unë. Edhe ka liuar edhe shkolla fillore, të mesme, ke shkolla Eksarkio, shkollë greke, Safi, ke shkolla turke. Atëre, mos vallë kjo gjindje njerëzore shqiptare, si që kemi ne, është më e lartë që nuk trembet nga qoftë libru, qoftë një edukacion i një kombi tjetër, mos jemi më lartë, mos jemi një shpirt gjerë, mos jemi më altruist, mos jemi më të ndëgjeshëm për qa ndodh për rreth, mos jemi më univers, më universal, pra si jemi më në këtije. Ne nuk bëjmë të tilla. Është knasi me bisedu me juve, me debatu. Shiko, kjo të regon që ne jemi vërtet shumë të drejtë dhe shpirt bardh. Nuk i kemi borsh askujt, për atë na nuk dim mi bo këto dredhia. Ata na kanë borsh të gjithë për rreth nesh. Ne jemi rrit, unë jam rrit, unë jam 60. Unë jam rrit me një shtet ku babaj më ka thonë, kish kujdeset. Kur shkosh në rrugës, nënën e gjatë të rrugës mos prek asnjë kaq, se nuk janë tonat. Nënën e majt, ku nuk janë të sërbe, nuk ka thonë mundesh me morë, por nuk ma ka ndalu. Se gjatë rrugës jeri mund të ketë etje, uri, edhe me këthy, si me thënë, me morë një dardha, një molla, një patligjana, një speca, por në atë që nuk është e jona, po du me thonë, është e sërbe, mos prek. Dhe nuk jemi eduku me morë të huaje. Nuk jemi eduku me dikuj me morë të drejte. Dhe ne jemi ata të cilët i kemi përjetu këto në lëkurën tonë, andaj nuk duam që dikush të vuaj nga kjo. Dhe letjeta edhe sërb, letjeta edhe malazez, letjeta edhe macedonë, edhe bulgarë, edhe kushto neve nuk na pengon ato. Ajo. Këta i pengon. Besoni që i pengon. Çdo e arritme e jone i pengon sepse janë rritur me atë edukatën që këta janë të rangut të tretas, dytë jo, po rangut të fundit atje. Dhe nuk meritojnë as liber, as kongën se meritojnë, as gjës meritojnë për na për ta.
ende e kanë atë bindjen që ne nuk jemi të nivelit të tyre. Ata edukohen që në shkolla, zoti. E brymosin në shkolla, të fëmijët e tyre që të vegjël. Të vegjël. E të mos harrojnë që shumë janë shqiptar nga ata. Po atëherë profesor, mos valli bie që kjo e popullit ton që i mirëpret edhe librat e tyre, po edhe kulturën e tyre, po edhe ndonjë fjalë të tyre, edhe ndonjë film të tyre, edhe ndonjë këngë të tyre, por ne kemi kënduar, kemi dëgjuar në moshën tonë këngë serbisht, luba moj sa duash ti më. Dhe mos vall, kjo tregon për një popull me aftësi, me vetira më fisnike. Po shiko, unë po them, ne nuk e kem atë breng. Edhe besoni që jemi në rrugë të drejtë sepse folëm për asimilimin. Qysh në asimilu shqiptarët në bosnjake, në sërbe. Sot kemi në tërë këto vise që i përmetëm, në tërë Bosnën, mos flas për Sandžakun, por edhe në Serbi ku jetojnë, jo sërbet, se ka shumë në për Serbi, sot kanë fillu të ndihen më të lirë, sepse po shifet që Serbia s'ka qare pa ndryshu, edhe besoni që nuk ka më dasma në Sandžak, por edhe në Bosnë që nuk këndohet Shqip edhe nuk vallëzohet Shqip. Bravo. Edhe të ata që nuk din me thonë mirë mëngjes, po din me vallëzu edhe din me këndu. Bravo. Edhe e dojnë kongër Shqipe. Kjo flet shumë. Pyetje fundit, profesor. Pyetje fundit. A mundet ta quajmë nga 1878 me vendimet e Kongresit Berlinit, me atë luftë që bën serbët duke a mund ta quajmë masakër, atë këtë masakër me dhunë, a mund ta quajmë spastrim etnik, genocid, eksod, dëbim? A mund të ketë term të tillë të përgjithësoj? Atëherë më bë. Atje genocid më bë. Është i ketë libri i atij. Patjetër se po. Patjetër se po. Ata çka veç ku s'kan mund, unë thash orientim i ideologëve sërbë është me spastru krejt gadishun e Ballkanik nga të tjerët. Kanë qenë të 790 fshatra. Është fjala të popullit jugoslav. Kanë qenë shumë fshatra, 790 thuhet në një libër, që në mes të dimrit, janar shkurt, u masakruan dhe u ndoqën kush mundi me ik, kush u masakrua dhe kush u transformua pastaj në u bë ortodoks edhe u tjetërsua pastaj. Se patjetër që genocid është, s'ka brira genocid. Atëherë si ka mundësi që unë jam në hulumtime sipër të një ngjarje që gjatë kësaj periudhës deri në vitet 90-ta nuk ka ndasht askush të merret me atë, hajt ka ndodhur mos të aprish mirati. Zdi sa po më kuptoni. Në vitin 1943, me 5, 6 dhe 7 janar të festës së Kërshëndellave, në Sandžak, në krahinën e Bihorit, që është i ndarë në 2 pjesë. Bihori i Epërm kanë mund të arrijnë forcat vullnetare ta shpëtojnë popullatën, por në Bihorin e poshtëm. Kjo është përgjat lumit Lim, që shkon në lumin Drim edhe vazhdon për i bashkuat Savas në Danuk. Të përthonë është një luginë e lumit që del nga Plava dhe Gusia, në anën e djathtë është Bihori i poshtëm, ku për 3 net, veç për 3 ditë, janë shfarosur 52 fshatra. Janë djegë. 15.000 kanë qenë të dëbuar. Keni parasysh 5-6 janari çfarë temperatura të ftofta kanë qenë. Mund të bëjmë një fjalë për këtë kanë shparos. 4.100 viktima të vrarja. Vetëm 1.000 janë meshkuj të moshës madhore. Tjerë janë pleq, gra dhe fëmijë. Në çdo luftë, në çdo betejë që e kanë bërë, gjithmonë shqiptarët janë mbrojtur kur s'kan sulmu.
por edhe të tjerët, me serbët dhe malazezët, gjithmonë raporti i viktimeve ka qenë 3-1. Po. Një moshkull të fuqisë e moshës madhore, 3 të tjerët kanë qenë gra, plesë dhe fëmijë.